Nesër e kemi eventin kryesor, apo jo në qytetin e Shkupit, pikërisht për ditën e Europës, domethënë kemi. Çfarë do kemi mundësinë të përjetojmë apo të shohim dhe të bëjmë? Jemi munduar të kemi sa më shumë aktivitete që të përfshim sa më shumë shije dhe lloje të ndryshme të njerëzve. Eventi kryesor do të jetë në Shkollkën, Guacën, në parkun e qytetit, dhe të gjitha eventet do të jenë në parkun e qytetit. Eventi kryesor do të jetë në Shkollka, ku do të kemi event muzikor duke filluar nga ora 11 deri në ora 6 në mbrëmje. Do ketë benda të ndryshme, do ketë muzikë të ndryshme, duke filluar nga alternativ, rock, reggae, kështu me radhë. Personalisht kam një favorite këtë vit, është një vajzë nga Prishtina, kam bendin e vetë, quhet Zlata. Nuk e kam dëgjuar live asnjëherë dhe besoj që nesër do e kem atë mundësi ta ndëgjoj. Mirë, po anësh koncerteve në staging kryesor, kemi edhe disa zona në tër parkun. Zakonisht në park eventet që bëhen me një lokacion, neve kemi shfrytzuar gjithë parkun. Pasi që eventet që do i bëjmë do kërkojmë pak hapësirë më të madhe, një nga zona do të jetë fokusuar në lojra, të cilat janë përgatitur nga ambasadat e vendeve të BE-s. Janë lojra të cilat e përfaqësojnë një shtet, duke filluar nga Gjermania, Greqia, Suedia, kështu me radhë.